jam Hamza Lutolli, jam 13 vjeç dhe jam në klasën e 7. Unë kam filluar të agjerej që nga mosha 7 vjeçare dhe fillova njëherë nga 3 ditë, ditën e parë të Ramazanin, ditën e 27 dhe ditën e fundit. Unë isha shumë mirë sepse isha i gëzuar që ko me agjeru, por pastaj kur fillova mu rrit, ja kom nis me agjeru një ditë po, një ditë jo. Ndërsa kur kom fillu të rritem, kam agjeruar ditën e parë, 27 të fundit dhe çdo vikend. Pastaj kur kam rrinë moshën 10 vjeçare, kam filluar një ditë po dhe një ditë jo, dhe tash elhamdulillah agjerej të Ramazanin. Kur kam qenë i vogël, gjyshi Allah më shiroft, dëshiroj ke qenë mos të agjeroj për shkak moshës tem të vogël. Ndonjëherë ajo më shpërblejke kur agjeresha vetëm deri në gjysmë ditës dhe u gëzojke shumë. Pastaj, unë në shkollë ishin disa vështirësi, se për shembull kur ishin disa njerëz duke mos agjeruar, dhe unë isha duke agjeruar, isha ata duke ngrënë ushqim. Normalisht unë ndisha pak keq, por kur mbaresha shkollën, visha në shtëpi dhe pastaj vetëm mbrënte iftari. Unë mundesha ta kalisha ditën sa më shpejt sa për të mos mbaja agjerimin vështirë. Mbasi që ne kemi agjeruar tër familja, kemi shkuar në teravi dhe të gjithë kemi falur namazin. Unë jam munduar me qëndru deri në fund teravive, por kur nuk mësha i falsha vetëm 8 parat, kur na kthyn në shtëpi, na kejt familja na mbledh dhe shpesh herë kena pi çaj, kena kshyrë na i fel në islam, kena ngu Kur'an ose kena bërë sende ndryshme. Kur u kon koha e iftarit, gjithmonë unë me babin dhe me vllon ndonjëherë kena shku në xhami dhe kena fal akshamin, dhe kur unë nuk kom shku me fal në xhami akshamin, e falta në shtëpi dhe pastaj ndihmoja mamit me shtru sofrën për iftar. Dhe kur u kon gjyshja gjallë, rahmeti pa shpirti, gjithmonë mundojke me bo diçka ekstra se kur agjeroja unë, sepse unë dinte ma mirë kur agjeroja dhe une. Momentet më të mira të Ramazanit i kam mas shumti me gjyshen time. Ajo ma nuk jeton, Allah më shiroft, por gjithmonë na ka motivuar me ngrit ma shumë me sevape. Allahu na pranoft dhe po ashtu në gjithmonë jam mundu me bo hatmen kër më ka një vogël në Koran. Dhe pe që më ka një vogël, unë kam hyrë në përgara me mushatarët e mi se kush përfundon hatmen i pari ose kush mëson një sure i pari. Dhe po ashtu në gjatë Ramazanit mundohem të mësoj ma shumë Koran, sepse ka një bereqet ma të madh dhe ndihem ma mirë kur është muaji i Ramazanit. Disa momente që i kam pasur në Ramazan janë si për shembull kur kam shku me tërë familjen në teravi në xhamia ndryshme. Po ashtu ne i ndrojna xhamiat gati çdo teravi që i falim, sepse dojna të shijojna çdo xhami imamin e tyre. Pastaj ne kthehem në shtëpi, bëjna një ritual ndryshëm, si për shembull gjithë familja lexojmë Kur'an, ndonjëherë rrim deri në syfyr, ham syfyrin, pastaj bim flajm. Dhe unë që kam shkollën para dite, gjithmonë mundohem me hangër syfyrin pak para se me dal koha, sepse mon ma shumë ushqimi. Unë kam edhe aktivitete tjera gjatë Ramazanit, bëj aktivitete si për shembull mësoj Kur'an, luj sportin e basketit, bëj shumë aktivitete tjera. Dhe në Ramazan unë nuk i ndali këto, por përkundrazi unë i shtoj, sepse di që Allahu pastaj ma shton sevapin inshallah. Dhe unë kur ha syfyrin, së pari bi të flaj, pastaj shkoj në shkollë dhe në shkollë, kur jam gjithë duke hangër ushqimin pushim gjatë, unë vetëm dal jashtë marr ajër dhe nina ma mirë, pastaj maj orë të kthejna në shtëpi dhe në shtëpi mas shpeshti njëherë flaj, sa për me mbas ma shumë energji gjatë ditës, dhe kur agjerej verës është ma vështirë sepse akshami është ma gatë, po kurse tani që është duke orë dimrit, është ma lehtë sepse për shembull akshami është në ora 4, në ora 5, dhe është ma herët se në orarëve tjera. Dhe
Unë që bëj aktivitete si për shembull basketi, e lë mas iftarit sepse mbushem ma shumë me energji duke ngrënë bukë dhe pastaj shkoj në stërvitje, kthehem në shtëpi dhe shkoj me familjen në Teravi dhe pastaj kthehem në shtëpi dhe lexojm Kur'an. Agjerimi po ashtu është edhe një veprim i cili kërkon disiplinë, kërkon durim dhe kjo kallëzon që njeriu t'ia shton durimin dhe ja shton sabrin dhe e bën të ndihet më mirë kur agjeron. Po ashtu edhe t'i kujton njerëzit që Allahu nuk ju ka jep shumë, si për shembull të varfërve. Agjerimi po ashtu na mëson që duhet me jep sadaka ma shumë, sepse kur ne agjerojna ja dina ma shumë që sa hekin të varfërve dhe ata të cilët janë në luftë dhe agjerimi po ashtu na mëson të japim sadaka dhe inshallah Allah na pranon këto sevape dhe këto për shembull një sadaka mund të jetë shkak që ti të hysh në xhenet. Agjerimi po ashtu të rregullon edhe mënyrën shëndetësore sepse ja mundson trupit që të pastrohet më shumë sepse njeriu han gjëra ndryshme dhe kur ti agjeron ti pastrohesh dhe ndihesh më mirë edhe pas Ramazanit edhe e ki një ndjesi, një kënaqësi para Ramazanit kur vjen Ramazani. Përveç mësimeve në shkollë, unë ndjeki në Ramazan edhe mësime fetare, si për shembull ndjeki në xhami dhe në vende ndryshme Kuranit, mundohem të sej aq më shumë Kuran, po ashtu edhe ndjeki kurse ndryshme të tauhidit, të fikut, të haditheve, të historisë pejgamberëve dhe shumë kurse të tjera.